ata nuk po duhet. Kur jemi këtu tek se po besoj ki fjalën të ish presidenti Hashim Thaçi. Shpeshherë ai ka kërku foli për komunikatën. Jo, shiqo, unë tash po, në këtë temë nuk doshta se më keq me tash kurorat. Unë kam shkuar në 98 në momenti që u shkru komunikata, unë kam shkuar në familje babsti, edhe vllati, baba Haxhi, edhe Gania, e kom gjoftë mi, më kanë gjoftë mi, se më qenë veprimtar, më kanë një klasë, më koma Ganin vllahun e tina, ka ngel ka 2 herë një klasë, po në vitin e 4 më koma ta. Dhe më kanë njoftë, i kom thonë, i kini mu i ditë afat, me më tregue, ku ke morat informatë që ka një gjetë si Gabriel Fanzive sëmë. Dhe jo një muj, po 20 vjetë u këtë deklaru. Edhe një do më të tash. Ne në 2018 e kem bo një shkresë zyrtare, kër u informum se Hashim Thaçi e ka shkrua komunikatën 59 për disa individual zyrtare, tash është në për dokumente. Edhe kem bo publike, i kem kërku shtopet, i kem kërku njëzve, se nuk do të nalëm deri sot të dim kua. Nëse dëni, ju lutem, dilni kërkani folje më së të qojmë ani. Për ndryshe, çdo gjykat që të bëhet jashtë e mrena, keme që dej të dim sakt kush është ajo. Prandaj qëndrojmë pas asaj. Që do të thonë Ganigeci ka qenë dëshmitar në gjykatën e Aulës? Ganigeci ka qenë, do të jetë dëshmitar nëse është, por s'so Gania janë Fadili. Edhe deri në skaj të di për komunikatën 59 të një me vesh të minj. Kush e ka shkruar komunikatën, cilë shqiptar ka shkruar komunikatën për vllazën Geci, çfarë shqiptari është ai vërtet, çfarë marrje është ai. Ajo nuk është shqiptar, po morë me apo ADN, nuk është shqiptariç. Çaj që ka shkruar komunikatën. Vërtet, se Ganigeci nuk i ka prit jo, nuk i ka prit, po Ganigeci është një prej luftarëve të parë. Me vllazën Geci komplet, me Haxhin, me Fadilin dhe me Alinin me komplet, një ndër djem të parë që çka ka proces në Drenit. Jo veç tash të mrovën, po edhe 45 baba babgjysh. E vërtet. Kem histori. Prandaj gabimin më të madh kanë bën ata edhe unë kum gjofton. Edhe këtë ta të burgosën, e këtë ta njerëz, unë kum gjofton, kum punu me ton. Edhe du më të thonë diçka, mu më ka thonë Rambuja, më ne këmë thonë Rambuja, i këmë thonë Rambuja, ti je moshkull e ligë, je kom aty e nuk ke folë bi u kaldu kush jem, se na kënë gjoftë mirë. Thëtë, këmë folë edhe këmë pas pasuja. E bojshin me shnet, nuk këmë kanë ngu. Kanë gabu, su më kanë nguaj, më ka thonë diçka tjetër, por ta shtu zbim e bashkë. A banë me përmenë që të ka thonë a ju? Po më ka thonë që këmë homër plomë, tha për ty. Pse po flet për ta? Aje dinë, unë ato nuk e di, e ko pasu aje dinë ato, po më rëndësi është, unë e ku më qitë argatin, edhe nuk ku më kanë ngu. Edhe bojshin me shnet se mirë je kërë, jo bë. Qështu më ka thonë, Rambuja ka qenë njëre që e kem respektu shumë, kem punu bashkë Lidhën Demokratike, kem punu dhe me Jakubin Lidhën, kem qenë bashkë. Se, marsha me dinë, Jakub Krasniqin, Idris Recin, edhe në 4 vetë për 2 komuna Drenicës, edhe rishëm lidhet e Ibrahim Rëgova. Ku mu gjitha jo rejt tjerë me Ibrahim Rëgova, që dhe në ditën e mronë kanë bo përpjekje që është mi morë, ju në përlo që është me konkretari Lidhës Demokratikë. Ju morë me ta, sërë dhe isha me jednu, unë i këmë thonë kovetë të, sërë dhe isha me jednu e veç jashoj Shalinin e Stalinin, u dredhë këtë qështu, se e koj ideologi, hajtë pësaj Rusi, sa që koj anore një gjërë, dhe kanë pos ideologi, e vërdet, po. Qëfar të mire... Kale sa që e dujnë më rrugë. Ku ka pos kryt? Veç të Rusi, Beograd, në Rusi. Shoki Stalin të kom. Deri në të pestëm, shumë interesant të këtë ndarje, të këtë përqarje, të këtë, i kemë posë shu, ke i respektuj me popullë. Deri në të pestëm, këta një kategorije njerëzve, që kanë bo luftën për shtet, e që pasujet do t'i morin që ata që kanë bo. E kanë qujtë Amerikën armik imperialiste. E kush është taja që e shpëtoj këtë popull, veç Amerika. E orientimi junë, orientimi djemve, orientimi intelektualve, orientimi njerëzit mençme, orientimi shpija të mençme, veç zoti e anglo-amerikanët, edhe e shpëtum. Mësë më paskon orientimi, misia, në drejtim, i kem pas punë të keqë. Bravo.